Me këtë më pëlqeu kjo ideja që vazhdon të jetë një luftar i paepur për formulën, po i kujtoj sot që Franca po fut Final Fourin, si ne. Tani që do heqim ne do Gjithsesi federata është totalisht e interesuar, ka parë, ka bërë analizat dhe mendojmë që do të ketë ndryshim formulat. Tash i kthehem te Ignatia. Thuaj në një po deshës. Jo, do ta them për pas pak, po. Pas pak. Duhet dhe pak debat. Realisht ne ishte objektiv kryesor ruajtja e titullit kampion. E kam thënë dhe këtu që faza e dytë filloi me një marsh të pestë me 8 fitore rresht në muajin janar shkurt, po da mbani mend. Dhe faza e tretë, aty nga fundi fazës tretë, ne filluam të kishim totalisht mbrojtjen të dëmtuar. Pra Xhemalaj, Malota që su bëmë, Ndreca që su bëmë, ta u dëmtua Fangaj dhe njerë, dhe ne kemi lujt me 2 mbrojtësa, s'na bëshin dot njerë 3 mbrojtësa të lujtur. Fej Aleksi e bënd atë punën e. Ka bërë Aleksi ka bërë gjithçka, ka bërë më shumë se që kishte vetë. Pastaj them që skuadra ka ruajtur boshtin prej 2 vitesh, ka mirë kuptuar dhe realizuar në fushë të gjitha idetë e trajnerit e tova, në mbështetje pastaj të trajnerit e tova që çfarë ka dashur klubi ja ka ofruar dhe ka merituar mbështetjen që ka marrë nga presidenca dhe drejtori Kledi Zenelaj dhe presidenti Demrozi. Kemi punuar me shumë bindje, ishim shumë të qetë, shumë të garantuar, shumë të motivuar dhe si që pa të gjithë, ne edhe javën e fundit nuk festuam. Por brenda vetë teston, ishim në fest, sepse kishim një grup shumë të mirë, kishim një skuadrë shumë të mirë, në fush luaj 11 veta, nuk luaj 11.000 tifoza, se po t'jetë ashtu dilte Kina kampion e bote.